Mirë u gjetëm. Hajde Olsi, hajde. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Kam deri dhe kënaqësi të prezantojmë sot dy kandidatët tonë fitues për Bashkinë Librasht. Për sa më tej do të flasë vetë për prezantimin drejtuesit politik. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, është gjithmonë një kënaqësi e jashtëzakonshme të jesh në Librasht, në praninë të gjithë miqve, të gjithë njerëzve, sepse Librashti ka ditur gjithmonë që ta ngrej pesh gjithë momentin që nis fushata e deri në vimësi e deri në fund ditën e rezultatit në të gjithë zonat, ka ditur gjithmonë që të jetë i pari, siç ju e dini të gjithë shumë mirë. Librashti ka qenë bashkia me rezultatin më të mirë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e fundit, më të mirë në Republikë, dhe kjo nuk është e rastësishme. Librashti ka gjithashtu një traditë të fortë organizimi, strukturash, njerëzish, pune sistematike dhe sigurisht me drejtimin e Taulantit shumë kohë ja ka dalë që të jetë realisht pararoja e asaj që është fryma e Partisë Socialiste, dhe ne besojmë që të njëjtën frymë do duhet kemi përpara zgjedhjeve të tjera. Her pas here njerëzit na thonë që por për çfarë doni këtë mandat në katërt? Se erdhi 2013, morët besimin tonë, erdhi 2017, erdhi 2021. Për çfarë i duhet mandati i katërt për Partinë Socialiste? Ne jemi sot një pikë jashtëzakonshme, shumë të rëndësishme për mënyrën se si ecën vendi përpara. E kemi dëgjuar gjithë kohës në televizor thuhet e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, ka qenë sot kjo nuk është më një ëndër, nuk është më një slogan, nuk është më një qëllim i largët. Sot ne jemi realisht në derë të Evropës dhe kemi realisht shansin që në 2027, vetëm 2 vjet nga sot, të firmosim traktatin që të jemi antar të Bashkimit Evropian. Që secili prej nesh të ketë një pasaport njësoj si çdo qytetar francez, zvicerian, italian, rumun, kroat, pra të jenë qytetar të barabartë të Evropës, çka nuk është thjesht një çështje krenarie. Është gjithashtu një çështje e mundësive që ka vendi për të zhvilluar, për cilë investime, zhvillim, infrastrukturë dhe për të vazhduar gjithmonë. Dhe pyetja është, kush e ka mundësinë, kush e ka takatin ta çojë Shqipërinë në Evropë? Dhe përgjigjja për këtë është e thjeshtë dhe Librashti e di më mirë se të gjithë. Këtë e ka Edi Rama dhe Partia Socialiste. Dhe përveç se fuqisë së Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, duhet dhe një skuadër e mirë me njerëz që gjithashtu i kanë gjitha këto kapacitete për ta përfaqësuar siç duhet Shqipërinë dhe për të zgjidhur hallet e territorit dhe zonës ku jemi këtu. Dhe sigurisht kryetari ka bërë një punë të jashtëzakonshme në qytet dhe zhvillimit e zonës, territorit dhe gjithë gjërave, por duhet dhe një skuadër e cila përfaqëson në ligjvënie, në parlament territorin. Dhe lista e Elbasanit është e gjithë qarkut, është një listë e cila sigurohet që të ketë një përfshirje të gjithë territorit, dhe nga zona e Librashtit kemi 2 persona, të cilat në vendimin e kryesisë do të jenë njerëz që përfaqësojnë këtë territor në parlament. Kemi Borën, një vajzë e cila është e zonës tuaj. Bora, ju e njihni se Bora ka vite që punon tashmë në territor, përveç se është ministrja e rinisë dhe ka bërë një punë shumë të madhe për ta kthyer rininë në qendër të politikave qeverisëse, me veprime jo vetëm në çështjen e teknologjisë, në çështjen e qendrave rinore, në politikat për rinin, në ligj të posaçëm për rinin, duke e vendosur realisht rinin në fokus të gjitha politikave që ka qeveria. Sa herë që kemi një mbledhje qeverie që ka një diskutim, Bora do ngrejnë në mënyrë sistematike, thotë kush rinia, ku ç'po bëjmë për rinin në punësim, ç'po bëjmë rinin në shëndetësi, ç'po bëjmë për rinin në arsimin e lartë, pra në cilin prej temave një person i cili i ka ndenjur në mënyrë sistematike kësaj pune. Përveç saj, Bora është një vajzë që ka studiuar jashtë dhe ka marrë në arsimin më të mirë të mundshëm dhe kthehet në zonë, territorin e saj për të kontribuar jo vetëm për zonën, por nëpërmjet kontributit në zonë për gjithë Shqipërinë. Dhe Bora do të përfaqësojë gjithë zonën sipas vendimit kryesisë në listën e mbyllur të qarkut të Elbasanit. Gjithashtu
Në listën e hapur kemi një djalë që sërish është një ndër djemtë e Librazhdit, Olsin. Olsi ka një kontribut shumë të madh në fushën e jurisprudencës, me eksperiencë shumë gjatë, veçanërisht me fokus në çështjet që lidhen me pronat. Ka punuar në kryeministri, pranë kryeministrit një grup të posaçëm pune për të kuptuar problematikën e pronave dhe ka qenë një njerëzit që kanë kontribuar përpara se të merrte detyrën e posaçme në reformën e drejtësisë, në mënyrën se si u ndërtua ligji 2020 për të zgjidhur problemet e pronësisë që unë e di që janë dhe probleme të prekshme në një pjesë të madhe të territorit këtu dhe gjëra që kanë nevojë për zgjidhje dhe që do mbetet një ndër betejat që do të përpara. Përveç saj, Olsi ka qenë një kontributor i reformës në drejtësi, një çështje shumë e rëndësishme për Shqipërinë, pasi ne besojmë që vetëm në një reforme të qëndësishme në drejtësi mundet hapim atë derën e famshme që folja në fillim të Bashkimit Evropian dhe njerëz të cilët kanë një kapacitet tillë, dije të tilla, eksperiencë të tillë, janë realisht njerëz që i bëjnë derë Shqipërisë, por janë përfaqësues më të mirë të Librazhdit dhe sërish këtu kjo zonë përfaqësohet me njerëz që janë, siç thotë, më të mirët e vendit, jo thjesht më të mirët të Librazhdit. Dhe tani kemi një betejë përpara. Ka mbaruar pjesa e parë dhe tani kemi betejën e fushatës, që unë besoj që Librazhdi ta bëj më mirë se ndoshta kushdo tjetër, por nga ana tjetër sa herë që ka një ndeshje duhet bërë. Nuk e fiton asnjëherë kampionatin, se thua unë kam qenë skuadër e mirë vjet, edhe dolëm kampion vjet. Sa herë që ka një ndeshje duhet bërë, duhet shkuar deri në minutën 90, duhet shënuar golat, edhe duhet fituar që dhe duhet marrë kupa çdo herë. Dhe nga sot praktikisht e kemi filluar këtë, ne kemi bërë biseda tashmë organizative për gjithë hapat e punës që kemi, por duke filluar që nesër, secili për nesh duhet të jetë një punë sistematike, për të bindur, për takuar çdo kënd, për të folur me çdo kënd, për të bindur secilin për njerëzve që e vetmja mënyrë se si Shqipëria ecën përpara është me një mandatit 4 të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, dhe duke mbështetur përfaqësuesit më të mirë të kësaj zone si Olsin dhe Borën. Kështu që me këtë unë po e mbyll fjalën dhe po ja fjalën fillimisht Borës e më pas Olsit. Rallë herë dritën këmbët ku flet para ka shumë njerëzve, po sot që nga një ditë e vështirë, po dhe shumë emocionuese për qenë këtu para gjithë ju. E para do të fillojmë një falënderim shumë të madh për Arbin, që ka qenë një shtyllë shumë e fuqishme për gjithë zonën tonë, edhe jemi shumë të lumtur që e kemi në ekipin tonë dhe e kemi atë kapitenin që do sigurohet që anija jonë të shkojë deri në bregun e fundit edhe dalim me sukses deri në momentin më të mirë. S'dyti, nuk mund të harroj absolutisht fare Taulantin që pat fjalët janë të panevojshme kur flasim për Taulantin, se po ke thënë Taulant, ke thënë Librazh, po ke thënë Librazh, ke thënë Taulant, kështu që unë jam shumë e lumtur që kemi këtu sot. Edhe jam e bindur që edhe pse tani në Tiranë do të marrim her pas here Librazh, që të kemi këtu pranë ekipin tonë, ta kemi dhe mbështetjen tënde dhe jam e bindur që do na japësh pa kursim siç e ke thënë deri më sot. Kështu që siç them unë nuk i kam Taulantin e Librazh, dhe e kemi Librazh. Edhe sigurisht edhe për Margenin që gjatë këtyre muajve ka qenë një mbështetje shumë e fortë. Ka qenë një mbështetje shumë e fortë për mua që u riktheva në rrjenjtë e mia. E kam thënë gjithmonë me krenarinë më të madhe që jam nga polisi, vazhdoj e them çdo ditë. Dhe besoj që kur flas për zonën, kur flas për polisin, kur flas për Librazhdin, nuk e di sa e shihni po më drisin syt. E flas me shpirt, e flas me zemër dhe mendoj që gjatë kësaj kohe jam ndier edhe më krenare që jam nga kjo zonë, sepse kam takuar njerëz fantastik, kam bërë biseda shumë të mira me njerëz që e dinë se çfarë zone kemi, se e dinë potencialin, e dinë mundësinë që ne kemi për të zhvilluar këtë zonë, edhe mbi gjitha që duan të punojnë bashkërisht, se punët e mira nuk bëhen vetëm. Jemi gjithë bashkë dhe jemi në një qëllim përbashkët. E tha Arbi kaq mirë, ne nuk e duam mandatin për veten tonë, e duam mandatin për Librazhdin, e duam mandatin për Shqipërinë, e duam mandatin që këto punë të mira të vazhdojmë të bëjmë.
Vendonë se kam zakon të flasë për veten, sot do ta bëj një përjashtim dhe do t'i them një 2 fjalë për veten. E vetmja gjë që dua të them është që në këto 4 vite në krye detyrës si ministre për të rinjt dhe për fëmijët, një nga gjërat që me modesti them që e kam bërë mirë është të ngres zërin edhe ta ngres zërin lart për çështjet që shqetësojnë këto 2 target grupe. Kështu që ju premtoj me maksimumin e mundësive të mia që tani e tutje do ta dëgjojmë shumë më shpesh Librashtin të përmendur sa herë që flasim. Dhe besoj që jemi në rrugën e duhur, ne kemi shumë punë për të bërë, ju e dini shumë mirë, ne nuk e fillojmë fushatën vetëm kur ka fushat, ne jemi çdo ditë të angazhuar me qytetarët, jemi çdo ditë aty për të mbështetur edhe për të zgjidhur që nga hallet më të vogla edhe deri te hallet më të mëdha. Po sot jam veçanërisht krenare që në këtë ekip kaq të mirë më bashkohet edhe një shok i mirë siç është Olsi. Dhe besoj që bëjmë një kombinim të mirë bashk, se thuhet që për të hequr gjërat mirë duhet një ekonomist dhe një jurist. Ekonomistin ja ku e keni, kemi dhe juristin tani, kështu që shumë përgëzime Olës që ne e bashkuar në ekip dhe faleminderit që more këtë hap të vështirë, se nuk është rrugë e lehtë, kjo rruga jonë që njëherë duket e bukur nga televizori, me thënë drejtën nuk është hiç e lehtë, edhe shumë nga ne me balte, me munde, me çast na kanë hedhë, çast do vazhdojnë na hedhin, po ne do vazhdojmë, punojmë dhe të ecim vetëm përpara. E fundit që kam, përpara se të kaloj fjalën kolegut Olsit, me zi pres e di që për disa prej qytetarëve të Librashtit akoma nuk kemi takuar, po premtimi i radhës është që do takohemi të gjithë, do flasim, do kuvendojmë dhe si zakonisht ne do jemi aty për të dëgjuar zërin tuaj, e për ta çuar zërin tuaj më lart, e për ta bërë Librashtin edhe më të mirë. Shumë faleminderit. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Në jetën time ka marrë vendime shumë forta në përpunërat që kam bërë, po që nga shumë e vështirë të qëndrosh edhe të flasësh para bashkëpatriotëve të tu. Të dashur motra dhe vëllezër, të dashur prindër, të dashur shokë dhe shoqe të mi të hershëm që nga fillimet e mia, në pamundësi për t'ju takuar, për t'ju dhënë dorën gjithë secilit për jush, ndihem dhe jam i përullur sot para jush, para secilit për jush, për gjithë ju bashkëpatriot të mi. Sikur se e dini, unë jam biri këtij qyteti, jam lindur, rritur, edukuar nga 2 prindër shembullor, cilët ju i njihni shumë mirë. Gjithashtu jam arsimuar në arsimin bazë po në këtë qytet dhe hapat e para të karrierës time profesionale i kam hedhur po në këtë qytet. Kjo më ka vlerësuar shumë për të njohur me shumë njerëz bashkëpatriotë të mi, njerëz të mrekullueshëm, të fortë, të ditur, krenar, por që nga ana tjetër janë bërë edhe pjesë e halleve dhe problemeve të gjithë secilit, qysh në kohë të hershme, kjo edhe për shkak të pozicionit që kam patur unë në administratën shtetërore këtu në Librasht. Që me propozimin që më bëri zoti Mazniku për të kandiduar për deputet në zonën e Librashtit, i kam thënë me një herë po. Nuk jam menduar 2 herë dhe nuk kam marrë parasysh as pak punën që bëja, karrierën time profesionale, apo edhe veprimtarinë time shoqërore familjare që unë zhvilloj në Tiranë. Kjo për shkak se unë, këtij qyteti, kësaj zone, jam shumë bërgjli në të gjitha drejtimet, por mbi të gjitha për arsyen se ky qytet, këta bashkëpatriotë të mi, kanë formësuar dhe kanë skalitur këtë karakter që kam unë me gjitha toket, zakonat dhe ato virtytet më të mira që ka një librashdjot. Dhe ky është
Fesari më i madh që unë mbartë mbi supe dhe në zemrën time që më kanë nxjerrë faqe bardhë në çdo veprimtari profesionale që unë kam ushtruar gjatë gjithë karrierës time. Do t'isha i bekuar dhe shumë mirënjohës nëse edhe unë do t'isha një zë i shtuar në Parlamentin shqiptar, pikërisht që me dijet e mia profesionale, me karakterin tim, me moralin tim që më karakterizon, të vija dhe unë atë gurin tim, atë tullën time, në malin e reformave që ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë Partia Socialiste me krye zotin Edi Rama. Do doja të kisha dhe unë investimin tim maksimal në gjitha këto reforma dhe përveç tyre edhe për të mirën e zonës Librazhdit, duke këmbgulur fort për shtimin e ritmit të investimeve, qoftë në infrastrukturë që Librazhdi unë i dashur ka ai shumë nevojë, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, apo edhe më gjerë. Të gjitha këto patjetër që do të ndikonin shumë në zhvillimin e zonës tonë, duke patur parasysh edhe ritmin shumë të lartë të reformave që sa vinë edhe kulmojnë edhe me rezultate të qëndrueshme edhe shumë të prekshme. Librazhdi unë i bukur, të gjithë jemi të ndërgjegjshme për bukuritë e mëdha natyrore që ka. Një hovë shumë të madh do të marri rritja e nivelit të jetesës së bashkëqytetarëve tanë në të gjitha zonat e Librazhdit, kjo për shkak të disa iniciativave shumë forta që janë ndërmarrë nga Partia Socialiste dhe qeverisja e zotit Rama, dhe konkretisht e kam fjalën për paketën e maleve, që është një investim madhor dhe jashtëzakonshëm që do ndikojë cilësisht në jetën e çdo librazhdioti, nga i pari në qytet deri te ai te fshatrat më të thella. Një investim apo një target shumë i lakmueshëm, por edhe shumë fitimprurës është edhe pjesa e agroturizmit, i cili i ndërthurur me bukuritë natyrore që ka zona jon, absolutisht që do të jap rezultatet e duhura në xhepin e çdo librazhdioti. Gjithashtu, kalimi i investimeve në një ritëm akoma edhe më të lartë, edhe në nivel akoma edhe më madhor, duke vazhduar punërat e shkëlqyera që ka bërë zoti Taulan Balla, vllai jon Taulan Balla, tashmë një ikon jo vetëm e Librazhdit, do thoja, jo vetëm e Partisë Socialiste, por edhe më gjerë. Investimet madhore që janë kryer nga pushteti vendor ndër vitet të udhëhequra nga socialistët, duke kulmuar me kryetarin e fundit të bashkisë, mikun ton, shokun ton, Mariglen Disha. Do të kërkoja përulësisht votën e çdo librazhdioti që të jetë një votë plebiscitare për Partinë Socialiste, për kryeministrin Edi Rama, për vizionin e tij. Pikërisht për t'i dhënë një hovë në nivele maksimale të gjitha reformave që janë duke u ndërmarrë. Kjo përkthehet në një ritëm shumë të lartë investimesh në të gjithë Librazhdin, në të gjithë Shqipërinë, çka përkthehen në një ndryshim rrënjësor të cilësisë së jetës së çdo shqiptari. Edhe një herë ju falenderoj nga zemra. Jam i bindur që rezultati në zonën e Librazhdit do të jetë fantastik, ashtu siç ka qenë edhe ndër vitet tjera, e cila do të kulmojë me një përkatësi marramendse në Parlamentin e Shqipërisë me deputetët socialistë. Pikërisht për t'i dhënë zotit Rama atë fuqinë absolute për të arritur objektivat madhor dhe strategjik për Shqipëria 2030. Edhe një herë ju falenderoj nga zemra dhe ju jam mirënjohës të gjithëve. Olsi, faleminderit. Një fjali kam, që është shumë e rëndësishme. Unë
Taulan Tibora kemi detyrë që të vinë të kërkojmë vot për Partinë Socialiste dhe Edi Rama. Olci, përveç kësaj detyre, ka dhe detyrë të kërkojë vot për emrin e tij. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme që i gjithë librazhdi, pa dyshim votën Partisë Socialiste, pa dyshim votën për Edi Ramën, por nominalisht për Olcin. Dhe përpara se sa dua të prezantoj një mik, se s'ka nevojë të prezantoj unë, por dua t'i jap fjalën. Një njeri i cili ka udhëhequr jo vetëm librazhdin dhe Partinë Socialiste, por ka qenë modeli për çdo person që futet në politikë dhe për çdo person i cili do të avancojë i lidhur rrënjësisht në zonën. Dhe sa herë që vjen këtu është një frymëzim për mënyrën se si mund bëhet politikë dhe të qash hallet e njerëzve dhe të kujdesesh për territorin tënd. Taulan. Shumë faleminderit. E pa Olcin me pak emocione, po në fillim dua të ndaj me ju një ndjesi që besoj duhet ta mbarti në mendjen e vet, në trashëgiminë e vet, kushdo që pretendon që në një moment caktuar të jetë udhëheqës politik. Dhe mendoj që ajo që ka më rëndësi për dikë që ka qenë është pjesë e politikës, vazhdon të jetë pjesë e politikës, është cilësia që të punosh për të lënë mbrapa njerëz ndoshta edhe më të mirë se ti vetë. Dhe unë jam shumë krenar sot që librazhdi do të përfaqësohet në Kuvendin e Shqipërisë në legjislaturën e re, në mandatin e ri 2025-2029, jo nga një, po nga dy. Edhe nga Bora, edhe nga Olci. Asnjëherë më parë në këto 30 e kusur vite, ne nuk kemi pasur një përfaqësim kaq të denjë dhe kaq të fortë në Kuvendin e Shqipërisë. Prandaj thash dy, sepse kësaj radhe, edhe demokrati më i paepur i librazhdit duhet votoj për Olci Komici. Duhet votoj për Partinë Socialiste të Shqipërisë për Edi Ramën. Kush është targeti, se ju e dini sa herë kemi zgjedhje, biseda ime e parë me ju është sa e kemi objektivin kësaj radhe. Objektivin kësaj radhe e kemi 75%. Prakt parat në Shqipëri. Gjallë dek. Duhet dalim përsëri të parët në Shqipëri. Këtu ka shumë prej jush që kanë qenë pjesë e rrugtimit tim që ditë e parë. Ka prej atyre që kanë qenë pjesë e rrugtimit tim që në referendumin e 1994, që ka qenë fushata ime e parë elektorale në Librazhdi. Por i referohem 2005-ës. Në 2005-ën, për ata që nuk e dinë ende akoma, ne kemi qenë zona elektorale me rezultatin më të mirë për Partinë Socialiste. 2005. Dhe pastaj me radhë 2013, 2017, 2021, prandaj objektivi 75% është objektiv me mik, se mund shkojmë edhe më shumë. Përse tha Arbi me të drejtë do na votojnë ne populli i Librazhdit në këtë shumicë bindse përsëri. A i kemi mbajtur ne premtimet? Një gjë besoj që e thonë të gjithë. Dhe këtu e thonë 100%. Edhe bujar bret. Se i liri, s'po themi që. Edhe ata e thonë, shiko, nga 2013 e më këndej, Librazhdi ka ndryshuar
rrënjësisht. Është kështu apo jo? E pra, u desh të vinte Edi Rama në krye të qeverisë, që Librajshdit hynte në listën e investimeve. Po ju marr një element se tani më takon të flasë edhe për histori. Edhe kur ne ishim qeveri deri në vitin 2005, në ato kohë investoi për rrugët Librajsht Elbasan, Librajsht Qaftan varoi përpara mandatit të 2005-s, ndërkohë që pjesa tjetër Librajsht Elbasan investua dhe ishte pjesë e atyre investimeve që u bën atë kohë. Nga 2005-a deri në 2013-ën, asnjë gjë, fare. Nuk mbam mend dot një gjë, një punë që t'jetë kryer me cilësi, se për ca asfalte që hudheshin nga ure polisit deri ke qendra komunës se ku ti shërben ajo nuk e di, apo në rrugë tjetër, ndërkohë që sot që flasim me investimet e kësaj qeverie, Librajshti do jetë një lagje e Tiranës. Për 40 minuta do vish nga Tirana deri në Librajsht. Dhe ky është investimi i kësaj qeverie, i Edi Ramës, edhe për rrugë tjera të rëndësishme. Bani mund që filluan për fushat elektorale në 2013 të nisnin rrugën që do lidhte Librajshin me Stërblevën. Ula, ne e mbaruam. Me asfalt, me projekt, se nisën dhe pa projekt. E me që përmenda Stërblevën, na llogaritni 4 parlament se edhe ky nga Stërbleva është. Maziki. Qiza të më pa. Kështu që imagjinoni që po hyra kësaj punë, unë do bëjmë grup parlamentar nga Librajshti në parlament. Por kjo është gjë e rëndësishme, sepse t'ju them të drejtën, çunat dhe gocat që kanë qenë me mua në Brest, e din fare mirë që arsyeja pse unë hyra në politikë në atë kohë ishte që na i sillnin deputetët jabanxhi. Na i binin deputetë nga rrethet e tjera, a thua se ne s'kishim djem dhe vajzat tona këtu? Pyetini ata që kanë qenë me mua se ka këtu në 96-ën, arsyeja pse luftoja fort për Partinë Socialiste është që një gjë është e sigurt që Partia Socialiste në Librajsht përfaqësuesit e vet i ka bio 24 karatësh në Librajsht. Dhe prandaj dua shumë kësaj radhe që në këto zgjedhje të heq meraku që ngeli në 2021. Për pak vota, për një grusht vota, ne në 2021 duhet i kishim dhënë Edi Ramës 9 mandate qarkun e Elbasanit. Kësaj radhe nuk kam asnjë dyshim që ne marrim 9 mandate në qarkun e Elbasanit. Sepse kësaj radhe, jo vetëm përsëri kemi një ekip të fortë, dhe mund ta them me plot bindje që nga Arbazniku si drejtues politik i qarkut, tek secili prej djemve dhe vajzave, burrave dhe grave që janë pjesë e këtij ekipi, unë kam shumë besim që secili prej tyre është njeriu i duhur në listën e duhur. Dhe sa i përket ekipit tonë këtu të Librajshtit, Bora është një vajzë e jona, shumë energjike, e cila në 2021 pati mbështetjen time tek programi ynë deputeti që duam, dhe erdhi, hyri, dal nga dal, erdhi në qeveri, e mbani vend. Sot e një vit më parë, kemi qenë këtu në Shesh, kur bashkë me Borën erdhëm së bashku, dhe jam shumë krenar për zgjedhjen që Partia Socialiste ka bërë për të pasur një vajzë
që studioi jashtë Shqipërisë, por që u kthye në Shqipëri për dhënë kontribut e vetë. Ky është modeli që ofron Partia Socialiste. Tani, si mund t'jesh një djalë i ri, një vajzë e re, nga Librazhi, nga Elbasani, Gramsci, Peqini, Cerriku, Belçi, Prejaci, që mos votosh për Bora Mushashi. Po për këtë do votosh? Më thoni, për këtë do votosh? Për kujtim gjuzit? Partia Demokratike e Shqipërisë është paraqitur në betejën e 11 majit me të njëjtin ekip që kishte në 2013. Tani nuk i japim dot prap 1 milion shuplaka në këtyre, sepse kanë dalë me të njëjtin ekip, me të njëjtin kapiten. Dhe ndërkohë që ne kemi ardhur me një listë që është gati 40% komplet dje në vajza të rinj. Profesionisht shkëlqyer një pjesë e konsiderueshme të shkolluar jashtë Shqipërisë. Tjetra, ne vim në Librazh, kërkojmë votën si deputet i Librazhit. Unë jam shumë krenar që i dorëzoj sot stafetën Olsh Komicit. Dhe jo stafet shumë me gojë, mandat deputeti në Parlamentin e Shqipërisë. Sepse unë jam shumë i sigurt që nuk ka votues në Librazh që sot të ketë dyshime ose më dyshje se kujt duhet të japi votën. Po mirë, si mund të vesh në krahasim Olsh Komici, një djalë i shkëlqyer, shkollën 8 vjeçare ka bërë këtu, shkollën e mesme ka bërë këtu. Ka qenë student i shkëlqyer, po ashtu edhe duhet ta themi këtë, është një prej atyre profesionistëve i cili pranoi sfidën, vështirësinë, por të marrë përsipër për të qenë një prej anëtarëve më me integritet, më të aftë, më profesionist të thelbit të reformës drejtësisë, sikurse ishte procesi i vettingut të drejtësisë. Falë vendimeve të këtij komisioni, i cili e mbaroi mandatin, nuk ka asnjë lloj konflikti interesi, në fundit ky ishte mandati i tyre. Ne sot kemi një drejtësi të re, tërësisht pavarur, por me persona që kanë kaluar përmes atij procesi historik që shpëtoi drejtësinë tonë nga kanceri të cilin e kishte mbjell ai që sot zotohet para shqiptarëve se po mblat votën do shkris fakun. Larg qoftë, t'i shkoj mendja njeriu, t'i japi votën një personazhi të cilin ju e dini, por e kam bërë luftën hapur, e kam kallëzuar në prokurori që kur isha në opozit, dhe tani dele dhe thot, kur akuzohen nga prokuroria, nga SPAKU, përfaqësues Partisë Socialiste, SPAKU quhet SPAK. Kur tim pikuris mban dosje të rënda, korruptive, sa pretendus ish pronar kanë në Shqipëri që duan marrin pronat e veta. Si ka mundësi që pronat i mori vetëm Dhëndri Sali Berishës? Mund mes Tiranës, ku fushën e futbollit i bën pallatin.
Kjo është çështja për cilën e kam zonuar. Unë e di që të çosh në prokurori Sali Berishën duhet mbash dhe durosh lloj balte e lloj sulm. Por për mua rëndësi ka që populli im i dashur i Librajtit më njeh, më do, dhe kësaj radhe do më votoj duke votuar për Orskomic. Dhe për Edi Ramën, sot jemi në 15 mars, bëhen 17 vite kur shpërthimi të mërshëm i korrupsionit të familjes së Sali Berishës me ministrat e Sali Berishës vrau 26 shqiptarë pa faqe. Dhe kur shoh në këto studio dhe darkës që mundohen që të guxojnë të vënë barazi mes dosjeve korruptive në ngarkim të ndonjë ish ministri socialist me dosjet korruptive në ngarkim të Sali Berishës, kjo është e pandershme. Sali Berisha në këto 33 vite është politikani që me korrupsionin e vet ka vrarë njerëz. Me korrupsionin gërdec vrau 26 shqiptarë pafajshëm, plagosi shumë të tjerë dhe shkatërroi një zonë Shqipërisë. Me korrupsionin e vet, bashkë me Ilir Medën vrau 4 protestues në 21 janar. Prandaj motra e vëllezër, socialist në Librazh dhe në gjithë Shqipërinë, nuk duhet ta harrojmë kurrë që ai është politikani që vrau dhe mund të vras përsëri për të mbrojtur korrupsionin e vet. E dëgjova një ditë se ta ulan ballën ta e kanë përzën nga Librazh. Po? Mo? E kanë përzën nga Qermenika. Po? Po hajde herë. Hajde. Po ti shkoj njërë në Tropoj, pastaj flasën. Shkoj njërë atje, po ta mbajti, pa në diplom. Sepse ke vendosur, e ke mbjell vllavrasjen aty ku ty të buron familja jote. Unë, ju e dini fare mirë, besoj që për këtë mund ta them. Kemi bërë fushata elektorale, jemi ndarë në të majtën djathtë socialistë demokratë, por kur kemi mbyll fushatën, kemi qenë gjithë librazhdiotë. Është kështu apo? Nuk kemi pa kurne se je i majtë, se je i djathtë, po ke hall, na ke aty. Sa po zbrita këtu, gjë e parë që merr një mik i joni që ka nevojë për një kujdesje për të kuruar jashtë Shqipërisë bashkëshortën e tij, cilën padyshim që do ta ndihmoj. Se kjo është gjëja. Ne jemi një familje. Motra e vëllezër ndoshta u zgjata. Po ju e dini unë edhe i kalova 20 vjet deputet, edhe 20 edhe 30 të tjera, kudo që t'jem, përsëri tuke ju e kam kokë. Kështu që dua t'ju falenderoj, dua t'ju kujtoj që në këto zgjedhje Edi Rama kërkon mbështetjen e Librazhit si asnjëherë tjetër. Edhe për mua do ishte respekti më i madh që në këto zgjedhje ta kapim objektiv. Kurse si mos bie një vot në ato rezultate të shkëlqyera që kemi pasur, por kësaj radhe na duhet vota, sepse kësaj radhe kemi edhe një element tjetër, për cilin jam shumë krenar që kemi bërë punë të shkëlqyer, sepse kemi dhe votën e gjithë popullit Librazhit që jeton jashtë Shqipërisë dhe që kësaj radhe 75% e kemi të blinduar edhe
edhe për shkak të atyre. Kështu që duhet i dërgojmë një përshëndetje të fortë gjithë bashkë adhetarëve tanë nga Librazhi që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe çoni gjithë këmbë, t'ja çojmë kështu me një selfie dhe Edi Ramës. Bëni gati herë gjithë. Po kjo drejshët. Davi që një video sot, më është blok kupi. Ja. Ale, tani e dua një përshëndetje të fortë për Edi Ramën, Partinë Socialiste. Hajde gjithë.